Pastaj Mbappéja bëri atë që bëri, ta kishin nxjerrë jo të kuq, po kishin nxjerrë me pranga. Ndeshja e jetës për Realin për këtë sezon është Arsenal. Denis Sassuolo kthehet Serie A. Sassuolo kthehet Serie A, do të thonë ai kthehet titulli. Atë që më shpull Bayern Inter të mërkurën? Varet, po ja hapi derën Inter. Sa Denisi do na lë farma. Ja fut në Bahamas, ja futa në Bahamas me burrat e moshës vet Luka Alceto ke bregu. Me gratë moshës time, po ç'është Me kjo? gratë. Ose mos e Përshëndetje miq Telesport, rikthehemi në podcastin Versus, episodi 100, 3 shifra, Denis Vajmë Akanaj, 100, Endri Qimjau, edhe 100 do shok, edhe 100. edhe 100 shok. Po tavolina bosh, e kemi të zbehur fare. Ne kemi tavolinën, e kemi. Ha? Na duhet një fush futbolli. Nuk porositem gjë apo e harrum? Arrum, po. Apo jemi te profili modestis, nuk do bëjmë gjë të mëdha. Ja, Nuk do do të të bëjmë jemi asgjë. modest, jubilar që një mishin, jo 100. Një mishin, po. Do vim edhe kjo pjesë si Des lindi për zero dhe, po si shtoj si zero lindi dhe. ideja podcastit e tjerë, nuk në këtë puntat që do shikonin, nuk preferuam të ftonim njeri, sepse donim ta diskutojmë me njëri tjetrin, edhe për shkak të themelimit që u bën nga podcasti që kur nisi para 11 muajsh gati, në gjysmën e majit, Denis, diçka e tillë. Gjysmëtarët e Champions kanë qenë këto? Po, 14 maj. që ndërkohë Reali ishte në Nëse kompeticion. Nëse nuk. Do flasim edhe për atë pjesë, ndërkohë që sigurisht do t'i përgjigjemi edhe pyetjeve të gjithave që na keni çuar, komentet, do ta nisim analizën e fundjavës, ndeshjet që ishin, gjithashtu do bëjmë një parashikim për ndeshjet e mesjavës në Champions League, çerek finalet e kthimit, ku tashmë do të kuptojmë edhe cilat do të jenë gjysmëfinalistët e Champions League-s. Do ta nisim direkt nga La Liga, në radhë parë mos harroni subscribe kanalin tonë YouTube, gjithashtu na ndiqni edhe në Instagram, Facebook, por edhe në faqen tonë në TikTok. Së fundmi ne kemi futur thuajse 1 muaj, gjys 2 muaj më përpara edhe rubrikën e lajmeve në WhatsApp, ku mund të bëni pjesë e kanalit Telesport aty, dhe për çdo lajm tjetër keni faqen zyrtare të Telesportit, telesport.al. E nisim nga La Liga, do të jap fjalën Denis Akanajt, të dy ndeshjet ishin pak çuditshme dhe të vështira, por që diferenca mbetet ajo që mbetet, tashmë e dini të gjithë, mes Barcelonës dhe Real Madridit. Si e pa Denisi, si e pa Çimi këtë fundjavë, gjithashtu do jap dhe mendimin tim në lidhje me duelin e largët dhe si po shkojnë këto dy skuadra, Barcelona dhe Real Madrid. Denis. Po. As Reali, as Barcelona mos po pëlqyen fare, por thelbi ishte do të bënin detyrën, do të merrin 3 pikët dhe atë e bën dhe mbaruan punë sepse kalendari është pak i ngjeshur zoti Cicani. Vetëm gjë që s'kuptoi u Reali, sidomos Ancelotti, është pse vazhdon edhe me një ndeshje si ajo. Që nuk ishte lehtë, sa Laveshi është për mbijetese, janë transfert, dakord. Pse duhet ishte Mbappéja titular dhe jo Endrick? Kjo vazhdon më çudit ka Ancelotti, s'po e kuptoj, pastaj Mbappéja bëri atë që bëri. Atë që bëri pastaj zoti Cicani, atë ta kishin nxjerrë jo të kuq, po kishin nxjerrë me pranga, se është në modë këto kohë e fundit dalësh me pranga nga fusha. nga fusha. Barcelona s'po pëlqeu fare, ishte nuk e kuptoj domethënë se supozohet me talentin që ke, lojën që bën, duhet t'i mbyllësh të ndeshjet, jo pati shumë momente amnezie në mbrojtje, mos ishte një super ndërhyrje nga Inigo Martinez, mund të ta kishte barazuar Leganes, mund të kishte shkuar si ndeshja e fazës parë, që bëri një gol Leganes fillim 3 minutat e para, pastaj u mbyll në mbrojtje, edhe Barcelona që shpërdoronte raste, mund të kishte shkuar njësoj edhe kjo ndeshje. Do thotë që Flick dhe Barcelona nuk po mësojnë nga gabimet. Sepse nëse bën një ndeshje të tillë, për shembull, gjysmëfinale që unë mendoj se do përballet me Interin, se këto gabime do të ndëshkojnë, këto përgjumje në mbrojtje. Ke Reali, pastaj Reali është, e dim, nuk është se është shumë në formë, Ancelotti vazhdon ka këtë dëshirë edhe cigaren elektrike tani. Ne cigaren elektrike. Mbappéja nuk e mora vesh çfarë pati Mbappéja, pse e bëri, duket sikur e bëri që nuk donte të ishte në fushë, nuk dinte si të largohej nga fusha. Fakti çoi mesazh, hajde te episodi 100 dhe thamë, okay, sa marr kuqen, sa më bën avioni nga Spanja, edhe vjen. Sa i takon 3 pikëve, bën detyrën si lojë të dyja, mbase e kanë mendjen me të drejtë. Barcelona jo me të drejtë se fitoi 4-0. Reali me të drejtë e ka mendjen ke Arsenali, ke përmbysja e madhe që po trumbetoj, nuk e di sa do e realizojnë, po. Dhe një super ndërhyrje Asensios në pjesë të parë, që do ishte goli i sigurt. Shumë rëndësi mirë. Asensio ishte vetëm një notë pozitive për mendimin tim nga Reali. Ajo ndeshje që pash, pastaj pjesa tjetër si Barcelona si Reali. Barcelona se kuptoi.
Realin e kuptoj, se është vështirësi gjatë gjithë sezonit. Të që bën Barcelona ose nuk e kuptoj, nuk di çfarë shpjegimit. Ja, mase na ndihmon çimi. Unë shoh ndryshe nga këtë pjesë e Barcelonës, pasi këto ishin pikërisht ndeshjet që Barcelona ke faza e parë linte pikë, po themi. Ishin pikërisht këto ndeshjet e meso kampionatit, po themi, cilat do ketë të tilla ndeshje. Dhe fakti që mori 3 pikshin, Barcelona tregoi për mendimin tim që e bëri detyrën siç duhesh. Disa ndeshje kështu do zgjidhen, nuk jo të gjitha mund të zgjidhen me golead 4-5 siç në fakt na ka mësuar Barcelona, domethënë. Patjetër që ndeshja u lutu deri në fund, aq sa që ishte edhe një sekuencë ku Hansi Flick mbajti topin, nuk po e jepte, nuk e di e pa. Jo, më pas kam humbur këtë. Jam mbajti topin për një rivënje, që mos ta që të vonë të lënë si thosh. Po për mua kjo tregon që ka evolim kjo Barcelona, sepse kjo është diçka që nuk e kishte Barcelona në fazën e parë, mos ke pjesa e sezonit që ishte pikë parë dhe la filloi të lë pikët. Ishin ndeshje të komplikuara të tilla, siç ishte kjo. Legana pastaj mos harrojmë që është një ekip tepër cinik, e pam edhe në Bernabeu para 1 ose 2 javësh, jo më larg se kaq, që bërë shumë vështirë edhe Realit Madridit në fushën e vet. Kështu në këtë aspekt unë mendoj që Barcelona ka evoluar në këtë pjesë dhe gjithashtu Hansi Flick normalisht që nuk e quan të mbyllur Champions League-ën, pavarësisht se rezultatit 4-0 dhe shumë mirë bën, sepse tash është faza kritike e gjithë sezonit, ku do ndahen shumë gjëra për arritjet dhe për bilancet që do ketë në përmjet sportive e Barcelona, që pritshmëria shumë ka ardhur vetëm në rritje. E problemin të kisha ke goleadat, të kisha ke rastet që krijon kundërshtari kundër Barcelonës. Ajo është evoluimi që ti po eksperimenton dhe po rrezikon me atë mbrojtjen. Nëse referohesh te golet që anullua për offside, s'ka asgjë tjetër në fronti, Barcelona me Highline prodhon offside. Jam shumë dakord. Është pjesë enorme kjo. Nëse edhe një skuadër si Leganes mund të krijojë 3 raste të pastra kundër Barcelonës, tjetër gjë s'di ti shfrytëzoj, kur të dalësh në një gjysmëfinale Champions League ose një finale Champions League. Është lloj ndeshje, ka tjera specifike. Po pra, dakord po. Kemi parë Barcelonën që këto i vuan ato vijën e lartë mbrojtës se vuan me çdo lloj ekipi, nuk është se vuan vetëm me ekipe të mira. Mendoj që të paktën e nis nga Barcelona dhe vazhdoi ke Real Madridi, që ke Real Madridi pak a shumë i dim problematikat, e Barcelona i dim, po janë problematika shumë vogla. Pikërisht lojtari më i kritikuar për shkak të sjelljes tij ishte lojtari që i dha 3 pikët Barcelonës. Rafinha i cili përveç se me crossin e tij erdhi autogoli që festoi Lewandowski pa lidhje se s'kishte lidhje fare te ai rast, ishte Rafinha që ndoshta shumë i ka shpëtuar në pjesën e parë, shpëtoi një gol sigurt duke u kthyer në mbrojtje nga sulmi dhe hoqi topin në momentin e dur lojtarit të Leganes. Ka krau tjetër, lojtari tjetër vendimtar i Barcelonës, sepse në këtë ndeshje ishin të gjithë dobët edhe fizikisht, dhe unë nuk e di pse Hansi Flick, ai ka idetë e tij, por u bë luftë e madhe për atë djalin që ta regjistronin, Pau Victor, ndonjëherë mund ta ulish Stol Jamanin dhe ta futesh atë kur Jamani nuk është në formën e tij dur. E ke bler për këtë arsye, e ke bërë luftë që ta regjistroja, atëherë i jepi minutazh edhe kur e shikon që një lojtar i joti nuk po jep maksimumin. Në pjesën e parë Hansi Flick e pa shumë të mërzitur, shumë të acaruar, pavarësisht se nuk e jep veten shumë me ekipin e tij, sepse po luanin një ndeshje skandaloze në pjesën e parë dhe madje direkt Hansi Flick vuri dorë duke futur De Jongun, sepse po haste vështirësi Pedri i vetëm në mes të fushës, si ai predikonte shkretëtir, nuk ishte çfarë të bënte. Ka krau tjetër, nuk duhet mungoj asnjëherë Kubarsi, është i vetmi që i jep Barcelonës atë lartësinë e mbrojtjes dhe unë mendoj që Araujo, në mendimin tim personal, Araujo nuk është aq i mirë për të mbajtur linjën dhe aq i mirë për të bërë ndërhyrjet. Po sepse ka diçka kur Hansi Flick që ka faza përgatitore formoi Highline-in, Araujo ka qenë i dëmtuar. Ishte Kubarsi ai që u trajnua me atë pjesë. Eksakt, edhe prandaj po dhe shek Kubarsin e futi në fundin e ndeshjes. Po sepse për këtë që thash unë, donte të gjente ekuilibrin e duhur dhe Inigo Martinez bashkë me Rafinhën ishin 2 lojtarët vendimtar. Shumë ndoshta do ta harrojnë këtë gjë, kur të kalojnë ndeshje dhe Barcelona fitoi me goleada, fitoi lehtë të tjerë, por ky 3 pikësh mund të jetë 3 pikësh që mund të vendosi dhe titullin kampion në fund të sezonit. Kjo do mbahet mend. Eksakt po them, pra, siç kanë qenë ato pikët e lënë në fazën parë, që me Atletikën e tjera, që mund të dëmtonin më vonë, këto 3 pikë të paktën është rëndësishme rezultati. Kjo periudhë sezonit. Mos harrojmë edhe një gjë, ti e the shumë mirë atë që pozicioni jashtë lojë që është fotografi që ne e kemi parë shpesh,
Por nëse lojtari i parë se është instikti sulmuesit që ta bëjë ndërhyrjen, nuk do kishte ndërhyrë, dhe ai mbas ti do kishte ndërhyrë, do ishte gol sepse ai ishte në pozicion tregu. Pra ishin dy lojtarë që kishin hyrë brenda zonës së Barcelonës dhe është ajo që thot Denisi, kjo nuk është problem i vogël kur të hyjnë dy lojtarë dhe janë të dy gati aty. Por megjithatë, siç e thash, këto vendimtar Hansi Flick nuk do të jetë fare i kënaqur me ekipin, sepse ndryshe nga Real Madridi, ti ke fituar një ndeshje me Dortmundin me lehtësi shumë të madhe dhe ti normalisht duhet ta shkatërrosh një ndeshje. Jo ta shkatërrosh, po mos rrezikosh ai shumë. Mos rrezikosh shumë. Dhe nëse s'do bëja autogoli do ngria pikpyetjet e mia, ato do të zhbllokoja ndeshje, sepse Leganes si Deportivo Alaves janë skuadra që luajnë. Leganes më keq se i duhen më shumë pikë që të iki nga ajo zonë ku është, dhe mos harrojmë që këto janë ekipe që shkaktojnë dëmtime, sepse këto janë lojtarë që luajnë fort, luajnë blok të shkurtër dhe nuk din të kursehen te kjo. Kurse ke Real Madridi shumë e thjeshtë, ndeshja nisi me golin e Kamavingës, ishte gol shumë i bukur. U provua dyshja që e kemi parë dhe herë tjera ne, por që nuk është dyshë ndërtuese Kamavinga Tchouameni, këtë e dim tashmë. Më duket sikur Valverde po mërzitet me atë rolin që i ka dhënë. Domethënë, është një lojtar që po sakrifikon thonjza karrierën e tij në atë rol. Dhe uron që vitin tjetër sot ishte në rolin e vet. Okej. Mes fushor. Por ai duhet mbroj shumë Denis. Duhet të dalin krah dhe të mbuloj krahun. Por pra se ajo mes fush nuk është mes fush që mban topin. E vërtet pra, po, kjo është mes fush shkatruese. Lajmi mirë është futja rikthimi se Ceballos, ishte komplet që ishte mungesë e madhe. Komplet tjetër lojtar, mënyra si e mban topin, si ka kundërshtarin, ajo që unë komplet mes fushën e Ceballos ndryshon komplet. Ajo që nuk kuptoj te Reali është kjo pjesë. E lë pak vetëm atë ndërhyrjen horror që bëri Mbappé, që është me dashakejsi. Është me dashakejsi sepse mënyra se si ti e zgjat këmbën është zgjatje që tjetrin mund ta lësh pa karrierë, ti mbyllësh karrierën. Në mënyrën se si e zgjat, dhe madje kamera ka pistolin e Real Madridit, djalin ashtu dhe tha, ç'a pas ka bë, domethënë, a kupton? Edhe ta vesëm. Ç'a pas ka bë, po, sepse ai rrezikon 2 deri në 3 ndeshje, nuk besoj se do jenë më shumë, sepse futen zakonisht kampionati, po mund futet edhe finalja e kupës. Që vendimi duhet të interpretojnë ishte siç thëti. Është dashakejsi, varet apo ishte për top. Por ajo që unë nuk kuptoj është te Real Madridi kanë gjitha parametrat fizik të lojtarëve dhe atletik. Atëre unë me sa pash Rodrigo nuk kishte oksigjen që në fillim ndeshjes. Pra, Rodrigo i dërguar në krah majt dhe Vinicius Stol, jam dakord, shplodhet Vinicius se ke ndeshje me Arsenalin, atëherë ti nëse kishe vendosur që të luaje me Mbappé i majt, Hendrik në qendër. Mbaronte filmi dhe Rodrigo Stol që kishte luajtur gjithashtu në Londër apo jo. Kishte shpenzuar energji. Pra, disa vendime te Real Madridi mua më duken pak të çuditshme për atë që ty nuk të ofrojnë fush këto lojtar, sepse Rodrigo pa që ishte zero. Fizikisht nuk kishte takat, ja merrnin topin shumë lehtë sepse Alaves do bënte lojën e saj. Alaves kishte cilësinë e disa skuadrave tjera ku ngeli Reali me 10 për një kohë aq të gjatë, do kishte barazuar atë ndeshje ti nuk e fitoje më. Pra, janë disa gabime që vinë edhe nga zgjedhjet që bën, sepse ti ke lojtarët, ti do t'i futesh lojtarët. Endrik, nëse Endrik nuk luan në një ndeshje me Deportivo Alaves, që ti do ruash disa lojtarë dhe do kesh ndeshje me Arsenalin, kur do luaj Endrik? Nuk ka ku luan. Shqyr fute Arda Güler, fute pastaj jo dhe Brahim Diaz, por këto ndrime, këto lëvizje duhen bërë në momentin e dur. Dhe Real Madridi, unë vazhdoj të them, është si ajo varka nga ta çoj era. Nëse era është e mirë, Real Madridi gjen golin. Nëse era nuk është e mirë, vetëm një gjë më la për shtypjet mirë, e theti ndërhyrja atit, por edhe në mbrojtje nuk është se vuajtën aq shumë sa unë e prisja me 10 lojtarë. Jo, nuk vuajtën. Ka dhe diçka që mbase Ancelotti me këtë lëvizje ka bërë duke futur Endrik në të majt, pavarësisht minutave që kishin në Londër, dhe duke lodhur Rodrigon. Rodrigo, shumë drejt. Laps. Rodrigon, mbase na dha formacionin që do të përdori në Champions League. Kam përshtypjen që mbase Rodrigo nuk bën pjesë ke planet e tij për remontadën që do të tentojë Real Madridi dhe mbase duke pas parasysh Viniciusin dhe Mbappé, i bi që mund të jetë Endrik. Ai që do jetë që plotësoj tridentin përpara. Nuk e shikoj atë ndeshje tani si Rodrigo, ajo që dimë ne tash me duke përdor logjik të thjeshtë është që Rodrigo nuk mund të luajë dot në formacion të parë, mbas javë praktikisht. Nuk mund të luajë formacion të parë kundër Arsenalit. Jam dakord, po vetëm një gjë. Që do thotë diçka po na thonë gjatë gjithë kampionatit. Taktikisht nuk ka dashur të përdori Endrik. Gjatë kësaj ndeshje që pikërisht mos e nxjerri skemat që do përdoren
kundër Arsenalit. Qimi, Që përdor elementin e po surprizës. them diçka. Jemi te 4-3-3-shi i zakonshëm i Real Madridit. Po. Nëse veprohet kështu si thua ti gjatë gjithë kampionatit, nuk është testuar as Vinicius i djathtë dhe as Mbappé i djathtë. Okej? Gjë që për Ancelotin është e pamundur. Unë nuk e pres fare të ndodhi Jo, kjo gjë. Mbappé është testuar i djathtë. Është testuar pjesën e dytë, duket në rast nevoje e Është tillë. testuar. Nuk mendoj që Ancelotti shkon te kjo ide. E vetmja gjë që mua më shtyn që mund të ndodhi diçka e tillë është sulmi me 2. Po pra. Po edhe ajo është, po. Okej? Edhe ajo është. Nuk e Shkon di, dalë me nëse e ka 4-2. programuar ashtu, i jep mes fushës me 4. Pra, njëri do sakrifikohet, do bëjë mes fushorën e kraut, përveç se do dali përpara, dhe 2 do jenë sulmuesit. Kjo mund të jetë një zgjidhje. Do ta shikojmë se si do shkojë. Mund të jetë dhe se nuk besoj se do shkojë ke 4-1-4-1-shi, që më Jo, duket nuk pak e besoj. egzageruar ashtu sepse me Është mes shumë fushën e ndryshe. Arsenalit krijohen. Por minutazhi që i dha Sebajos, atëre u kuptua qartë që do jetë Modric titullar në mendimin tim. Po. Kuptua qartë që Që do do jetë. nisi kundër Arsenalit, Po, po. Pastaj do ndërhy Sebajos. Pastaj do ndërhyjë Sebajos. Pra ideja është kjo. Edhe Ose mund t'i fusi Kjo të ndeshje, dy. për kjo ndeshje për mua, për Ancelotti nuk e pas parasysh çfarë shëndetësisht për Realin, ishte thjesht një staging, një provë që u bë për atë por ndeshje. duhet të rritë nga La Liga, ha? Sepse nuk është thjesht Barcelona kishte fituar ti vije lue. Që paraqitja e Realit është ndikuar nga ndeshja e kthimit me Patjetër. Arsenalin, kjo dihet. Se ideja është të bëjmë një gol edhe menaxhojmë Dhe ja prishim thjesht Mbappé, atë Mos plan. rrezikojmë, ja prishim, mos rrezikojmë dëmtime se na Dhe madje pash diçka tjetër se hun tani kuptohen këto parametrat fizik edhe përgatitja dhe lodhja që ke. Bellingham u fut rezerv apo jo? Po. Ha? fut nga stoli. Po. Bellingham u fut rezerv më i lodhur se sa Jo, se si ishte i lodhur, se luftoi, Prit, rekuperoi topa, hubi dhe i super Një rast. sekond, rikuperoi topa, Po. po ta shikoje, 2 sulme bëri dhe nuk po merrte dot frym. Ato që doli përpara që u ngatërrua u bë. Është Pra- ajo që them unë që nuk donin të kursenin energji, kanë një Ah, super okay, në ndeshje të rregull. mërkurë. Mund tjetër, nuk e përjashtoj fare. Jetën fush me Alaveshin duke qenë 1-0 se si ishin as duke humbur, po E fitonin. vërtet Denis po Duhet ta kishte mbyllur, po. është Kur ajo erdhi që nuk ja dha rasti mirë Vinicius dhe i doli dhe Po, vetë i doli rasti, dhe, pastaj edhe po. një tjetër e ke parasysh kur ty të futet në kokë Po. që unë dua të bëj gjithçka vetë, humbi një top Po, aty përpara. Prandaj dhe shikoja pastaj me zi merrte frym. Ideja është që Reali nuk mund ta lë dot, nuk mund ta lë dot La Ligën në këtë moment ore. Se me Arsenalin është më shumë jashtë se sa Nuk e bën. brenda. Për ta lënë nuk e lë dot, po të shi, ka probleme me dëmtimet. Forma e ekipit nuk është e mirë edhe bësh ndeshjen e jetës me Alaves, Jo, jo, nuk ka shumë absolutisht kuptim, jo. je 1-0 në Absolutisht avantazh, jo. vjen Mbappé dhe bën Diçka që që meriton gjop. kuptohet. Diçka që meriton gjop sepse Ndeshja e në moment jetës për Realin për këtë sezon është me Arsenalin. Po. Patjetër. Ajo është ndeshja e jetës Patjetër. për këtë sezon. Okej. Nga La Liga dalim te Premier Liga, ku tashmë Liverpooli është afër titullit kampion. Marmush! Matematikisht 2 ndeshje më duket se i duhen, ha? Jo, më javës tjetër mund të shpallet kampion. Mund shpallet, okej. Matematikisht. Sepse Matematikisht. Arsenali Po. e kupton që nuk është e mbyllur me Real Madrid, dhe me Real Madrid nuk është kurrë e mbyllur. Normalisht Nuk është se ishte 2 pikë larg Liverpoolit, është e vërtetë, edhe shumë larg. Okej, futi pjesën e dytë ti sa titullar, unë nuk prisja që ta bënte. Ndoshta edhe fakti që po e fitoi. Po e fitoi. Sepse mund rrezikosh një dëmtim e të prishen planet e tjera e tjera. Nga krau tjetër Liverpool që kishte krijuar atë diferencën sepse shoh një Liverpool totalisht në rënje, në lojë, totalisht në rënje edhe psikologjikisht. Pra, ajo po presin goditja. thjesht fundin, nuk është. Goditja që mori me PSG-n, eliminimi ishte shumë i madh për Liverpoolin dhe Liverpooli tani po mundohet thjesht menaxhoj që shkojë ai titulli kampion sepse është e vetmja gjë që do fitoj. Është shumë komode Liverpool. Është shumë komod. Shumë komod. Në kraun tjetër do flasim ndoshta më vonë këtë temë, por rinovimet e Salah dhe tashmë do jetë zyrtare shumë shpejt i Van Dijk, po. Van Dijk doli madje edhe bëri festën kur shënoi golin që do ri, të dy rinovime shumë të rënda dhe kuptohet qartë që ai që do largohet është Alexander Arnold. Do të dy u zgjidh çështja. Një Liverpool që fiton ditën nga krau tjetër, lufta Champions bëhet Ajo është më interesante. shumë e bukur. Lufta e Champions. Ka vetëm një gjë aty Denis, do të marr dhe mendimin tënd se ne pak a shumë i kemi thënë Anglia fut 5 vende, kjo tashmë është zyrtare. Bie pak në sy se si Chelsea lë pik me Ipswich. Shkon 0-2, domethënë. Teori konspirative për mua është negociatat që po bëjnë me UEFA mbasi nuk u pranua shitja e klubit femrave në një kompani partnere. Që mund gjobiten edhe mund të Dëshi Chelsea s'po merret vesh do të futet apo s'do të futet në Nuk e kuptoj Champions këtë League, pjesë. se ajo 0-2 me Ipswich, Cole Palmer që nuk duket më u bë një jetë. Në crown tjetër Nuk po e kemi shohim më. një Newcastle shumë Castle për mua është favorit për vendin e 4. për vendin e 4. Në fakt po i afrohet Nottinghamit që po le pik këto kohë.
Po Nottinghami është u befasuar nga Evertoni Brojus. Jo, shiko, Nottinghami pas ca shifra Denis, kjo ishte shumë kurioze, nuk parandot kjo në fakt. Ekipi me më pak pasime, ekipi që shënon gol, por nuk ka një supremaci në portën në zonën kundërshtare, po ka një cinizëm maksimal dhe dhe ndodhet aty, ndodhet për skemat që ka dhe për mënyrën e futbollit që bën, që nuk është ndonjë futboll argëtues, por është futboll cinik dhe me gjithë to. Besoj që Nottinghami mund ta mbajë këtë javë që kanë mbetur. Unë mendoj që Newcastle do kalojë Nottinghamin sepse ka më shumë cilësi dhe ka lojtar shumë më në formë se sa Nottinghami në këtë moment sezonit. Manchester City besoj me cilësinë që ka Denis nuk do jetë ndonjë problem, edhe fitoria që bëri me Crystal Palace u duk sikur po ktheheshin fantazmat. Nottinghami në ndihmon edhe kalendari që ka, nuk e ka ngarkuar kalendarin për ndeshjet e mbetura. Është Newcastle që ka ndeshje më pak. Ka luajtur kupë, ka luajtur finalen e kupës. Edhe një pikë larg Nottinghamit, kështu që besoj që mund ta kapi vendin e tretë. Po, unë shoh Nottinghamin mund të ndodhi që Nottinghami dalë i pesti, se kemi dhe Aston Villa ndërkohë. I pesti. Chelsea po e llogarisë Po, pra me këtë hijen e UEFA-s atëre supozohet që në këto 5 vende që janë Liverpool, Arsenal, Newcastle, Nottingham, Manchester City. 3 pikë ndajnë. Nga Nottinghami ke Aston Villa, vendi 7 që është Aston Villa, 3 pikë. Okej, atëre është një luftë mes Manchester City dhe Aston Villas dhe Chelsea, vendi 5, sepse unë të tjerat i llogarisë që mund të jenë aty. Duke parë formën që jo Newcastle edhe City që po ringjallë, do të them Nottinghami del në vend 5. Nottinghami. Newcastle në vend 3, City në vend 4. Okej. Nuk i shoh sot Chelsea dhe Aston Villa. Ama për Chelsea do ishte goditje e fortë, Po do ishte goditje e fortë, po merret vesh çfarë ka ndodhur me UEFA-n. Për çfarë negocion me UEFA-n që mos penalizohesh me pikë? Tash çfarë bëhet me atë? Apo me gjobë. Me City-t kur të mbaroj kampionati do merret. Po tash çfarë bëhet me atë si? U harrua tha ajo e City-t. Kur do merrej vendimin? Çudia më e madhe 3 ditë Denis Hakari. Kur ishte do merrej në mars, në prill? Me gjitha çudirat, me gjitha rekordet negative të ndeshjeve të humbura rresh, është prapë për zonë Champions. Sepse City ka shumë cilësi. Bëri në merkato janari, Marmush po shënon tani gola. Humja madhe City do jetë pa diskutim Kevin De Bruyne. Kur Kevin De Bruyne është në formë dhe nuk është i dëmtuar, është tjetër gjë komplet. Unë nuk e di me cilin do ta zëvendësojnë, por e kam një emër dhe besoj që ai do jetë objektivi, do jetë Florian Wirtz për mua objektivi. Çfarë ka me De Bruyne? Po, pak a shumë me mënyrën se si luajnë. Ato ai është në krah, ky është. Po, tani do shikohet, ndoshta do shikohet edhe fakti që janë dhe klube tjera, është edhe Bayerni, është edhe Reali, nuk i dihet kjo pjesë domethënë. Milani blej kpuca ditë në këtë moment, po nesër. Nesër u rikthyem të lutem nesër. Edhe kjo është, besoj që unë shikoj favorit Newcastle për vendin e tretë, City në vend 4 e Nottinghami në vend 5. Okej, Nottinghami edhe unë e shoh në rënje Nottinghamin, e shoh në rënje dhe ai vendi 5, ama Aston Villa, mos harrojmë Denis, me eliminimin e mundshëm nga Champions Liga, është fokus totalisht kampionat dhe ka gjithë grupin për edhe City dhe Newcastle në kampionat janë se nuk është se kanë, mendojmë që kanë ngelur edhe 6 ndeshje. Po, është e vërtetë. Newcastle i ka 7 se ka një. Ndoshta Chelsea po bëhet ajo, ai efekti i psikologjisë kundër si me Manchester City që ti merr vesh një lajm që mund ndodhi diçka dhe fillon lishon pak. Të punën e UEFA-s po flas. Nuk e di, po. Se çfarë ndodh? Po unë prap jam shumë dyshues që nëse Chelsea do të nisi një cikël të vërtet për të fituar, të ketë ambicie të fitojë, unë nuk mendoj që Mahrez ka shtrënjë i dur, në mendimin tim. Atë është pronari i duri për atë punë, është i pari që se kërkon dhe se shtyn, po vazhdon kjo pjesa e korrupsionit të lartë të futbollit në Angli. Qartësisht domethënë, aty nuk ka është një fush pa rregulla. Mjafton të bëhet prodhosh lek dhe trisësh net worth-in e kampionatit edhe çdo gjë falet. Nuk ka kokë rregulli. Është e vërtet. Por shiko, Anglia, avantazhi i Anglisë gjithmonë të drejtat e imazhit, flas dhe transmetimit, është fakti që duke qenë se treqereku i botës flet anglisht, edhe transmetimi është më i lehtë dhe në vendjet, sidomos në vendet ku Anglia ka qenë kolonizatore, apo jo? Jo vetëm aq, po mos harro që edhe seria vet, highlightet që nxjerr ke YouTube-i. Për content i nxjerr në anglisht. Në anglisht. Që s'ka lidhje me atë pjesë. Ajo që quhet reachability, pra si do ta themi shqip, ta arrish në sa më shumë. Ta arrish në sa më shumë vesh. Gjuhës anglisht, gjuhës angleze normal kjo dihet avantazhi që edhe Hollywood dhe filmat çdo gjë është anglisht prandaj se
është gjuha e përbashkët e botës. Vetëm Denisi shikon arabisht e linkun që ka dhënë Ferran Torresi. Unë kam problem kur shoh highlights e Al Nassr. Ankara Torres. Peçar gola është bën gjë. Ha? Gola e Ronaldo si. Ciao. Atë po thot Çivi. Po atë po sepse ato që i kanë me port bosh është nuk ndaj portierave që kanë dyqane hamburgerësh. Vazhdon drama e Manchester Unitedit. Okej, ky sezon është i ikur. Newcastle e fshiu dhe Newcastle. Ky sezon edhe ky sezon. Me Leonin fajin e kishte s'ta Matic, e kishte Onana, se me Leonin përgjigje Matic, dhe ishte lënë jashtë tani. Po pra ishte lënë jashtë, ky si kishte ky base brain, si kishte nejse që doli ngri 4 gola, jo për fajt të tij, po Newcastle është tjetër nivel. Unë mendoj që te Manchester United ti që je gjithmonë ky optimisti që Manchesteri do kthehet për titull. Vitin tjetër. Okej, është mendimi jot. Unë mendoj që Manchester United duhet ta nisi një herë nga zona Champions, që nuk e ka as pak lehtë, sepse në Angli skuadrat sa vinë po rriten për të synuar këto 4 vendet e, le të themi 5 vende, 4 deri në 5 vende në varësi të koeficientit UEFA. Atëre, ti ke një tre mendoj që i ke zëna gjithmonë, që është Liverpool, Arsenal dhe Manchester City. Okej? Këto do më thënë nuk mungojnë kur. Po shtojmë tani një të 4 që po bëhet Newcastle i këto vitet e fundit. Po shtojmë një Aston Villa që besoj që prap do vazhdoj të investojë. Ke një Chelsea që është aty. Chelsea investimet i ka bërë. Thjesht nëse gjendet një trajner akoma më të mirë, do jetë aty. Pra bën shumë për këtë Manchester United, që mendoj që Manchester Unitedi ka shumë para të çuara dëm. Amorim i shkret nuk di nga ta nisi tani në ver, do ta nisi nga diku, patjetër. Por në këndvështrimin tim, nëse do një skuadër ambicioze dhe për të synuar diçka, nuk mund të paraqitesh sezonin tjetër me Hojlund, me Zirkzee, me Mason Mount. Tani më vjen keq, domethënë, këto Mason Mount 55 milion, sa e ka bler 50 milion, një ndër gabimet, po ka shumë të tjerë. Portieri, që portieri do ndrohet, mendoj, do marrë një portier tjetër, se do ndrohet. Pra Manchesteri ka shumë pikpyetje dhe varet se si do bëhet merkato tenis. Mua bëri gabim, duhet kishte mbaruar sezonin me Sportingun dhe pastaj kishte marr drejtimin ishte pak e nxituar, po United. Kur të ofrojnë aq lek. Shumë dakord, pra, po ky nuk është ekipi i përzgjedhur nga Amorim. Ky vazhdon të jetë ekipi i Ten Hag. Kam përshtypjen që mbas këtij sezoni shumë do largohen për aty, do zgjedh Amorim të mbaj ata që i mendon që janë më të mirë. Casemiro duhet hiki, se nuk është. Manchester Unitedi ose marrova mendimin, çini kështu të Ferrari, ju s'para të edhe për episodin e 100 ndërpret. Po të thoya vetëm loja që bën, edhe kur humb, edhe sot me Newcastle-n e parë që humbi, loja që bën, mua m'pëlqen shumë se merr topin dhe ka vetëm qëllim të shkojë ke zona kundërshtarit në çdo aksion, pa u vonuar. Nuk lodhet as me pasimet kota, as të limitoj dëmet, kërkon të sulmoj gjatë gjithë kohës. Nuk ka interpretuesit e dur, po i gjeti të durit, unë besoj se vitin tjetër do jetë. Kurse unë mendoj që ekziston një mallkim shumë i madh me ekipet e kuqe dellëzore. Qezi. Manchester edhe është një trinom që dikur ka bërë shumë buj në botën e sportit. Edhe sot po kap, domethënë, thellësit më të thella të ferrit, nuk e di, po ka rock bottom, po ka pjesën e poshtme të detit, që është Manchester United, Milan edhe Ferrari. Janë ekipet e kuqe që kanë bërë histori, po sot janë vërtet është. Janë të zeza. Sot po bëjnë histori, po bëjnë në të kundërt. Po bëjnë benzin. Më fal një sekond, Ferrari se ka problemin ke paratë, ke pilotët, ka problemin ke si Milani ke drejtuesit, si United ke drejtuesit. Do flasim pak më vonë. Do vim, se më duket se ishte kthy pra Binotto. Binotto është po jo ke Ferrari. Perla e vërteta. Nga Premier Liga dalim pak ta lëm serin e fundit, dalim pak te Bayerni. Bayerni ka një ndeshje shumë të rëndësishme kundër Interit, nuk diskutohet. Nuk është se mund ta analizojmë shumë atë që ndodhi me Dortmundin, që Dortmundi praktikisht është ikur nga Champions Liga. Ishte një përgjumje e Bayernit kur psoi golin e barazimit, se e përmbysi, me lehtësi e përmbysi shumë shpejt. Dhe masi psoi golin e barazimit, që ishte një përgjumje në zonën e Bayernit mbrojtje. Që po i bëjnë shpesh ato. Pati 3-4 raste të tjera që të shënonte edhe golin e tretë, do të thënë që Bayerni ishte më shumë, po ishte edhe barazimi i Leverkusenit. I Leverkusen që ty të shtyn që mos japësh maksimumin. Ishte edhe se po kishte dhënë një shifër që Harry Kane, pavarësisht që është super sulmues, shënon gole kështu në shumë ndeshje decisive nuk ka lënë gjurmë. Kjo vjen, kjo ka ndodhur edhe shumë sulmuesve të tjerë. Për shembull, Lewandowski te Bayern në ndeshje të rëndësishme edhe ai mungonte shpesh në Champions League sidomos. Ka qenë një them barakili kjo për këto sulmues.
kjo nga se vjen thua ti, ka shumë përgjegjësi, ka shumë tension që do ta zgjidhja ai ndeshjen dhe kjo kurse me të voglat e ka më kollaj se Pyet dhe mua këtë pyetje, pse po vetëm do Denis? të kthesh ti, them ti përgjigje. Ja jap fjalën kolegut. Wow. Surprizë. Ja je pa asistim. Ja jap asistim. Kam Kujdes përshtypjen- ose si Ferron Unë tonë. thash Sot është shumë i mërzitur Tani sot si më- ferrarist. Tani më mendoj që e Tani kam zbërthyer arsyeën pse ndodh kjo me Harry Okej. Kane. Përveç mallkimit. Jo, Ah, s'ka okay. seriozisht. Mendoj se kam kuptuar. Pasi e pash këtë Tottenhami. E pash kombëtar anglisht, tani që e po shoh dhe ke Bayern Munich, unë mendoj se e kuptoj se çfarë problemi ka Harry Kane këto ndeshjet specifike. Për shkak të karakterit të tij dhe të shpirtit të tij sakrifikues për ekipin. Okej. Se këtë gjë e kanë vurë këto tre ekipet që bën. Ai Lodhja që vjen merr ai topin. kthehet mbrapa. Po. Po domethënë nuk është që kthehet sepse taktikisht duhet kthehet nga trajneri. Kjo gjë funksiononte te Tottenhami, që ishte një ekip i mbaruar po themi dhe gjithë shpresa edhe gjithë ekipi ishte ai praktikisht. A edhe haq i mbaruar jo se kishte son, kishte disa element. Dakor. Okej, jo Bayern, jo nivel E pra, Bayern. atë po them pra. Dhe Harry Kane këtë gjë e ka bërë dhe ka Anglia, dhe tani më bindur që nuk është që ka thënë trajneri ta bëj, sepse kanë parë në disa trajnerë që i bën po të njëjtën gjë. Pra do të jetë në kontakt me topin? Është më mirë se ç'duhet. Është më sakrifikues se ç'duhet. Ai nuk Duhet mendoj më shumë ke 16 duhet metra. mendoj që të qëndroj aty ku ka pikat e tij më të forta, sepse është më i vlefshëm për ekipin ashtu. Po çfarë bën ai, shikon brapa që ka hapësirë dhe kthehet. Unë kam përshtypjen ai nuk duhet kthehet. Duhet të jetë çik më shumë si këto sulmuesat arrogant që nuk kthehen. Sepse ndonse ti je aq arrogant nuk i bën mirë ekipit, po edhe ti je kaq vetë sakrifikues, prapë të keqet ekipit del. Po ka edhe një gjë këtu. Jam dakord me ty deri diku, por po flasim për këtë moment saktuar. Tani Harry Kane është i detyruar ta bëjë atë gjë për shkak të mungesës së Musialës. Gjithmonë Rakordusi mes mesit fushës dhe sulmit është Musiala te Bayern. Gjithmonë do mungoj dikush. Guerrero po nuk kam është se është në përshtypjen një, e kemi parë, kupton, nuk është se është në një që ka. Është detyrë e trajnerit që të mbulojë mungesat. Nuk duhet dalë pati- vullnetarisht. Rasti që pati me Interin. Jam dakord Pati me tjetër me që kokë. bën më shumë se ç'duhet. Jam dakord me ty që është ka nevoja se s'ka. Pati atë me kokë, pati edhe me Dortmundin mas 2-2-shit. Pra rastet pastra dhe të shit kur kalon shumë kohë sa qëndroi ke Tottenhami, që mësohesh gjithkohës të hyn humbja në kokë, mësohesh me dështim. Ka hapi një finale Champions League, nuk Okej. bëri dot diferencën. Që ishte finale Champions League dhe pranueshme për se është një skuadër që E njohin njëra tjetrën. e njeh shumë mirë, e ndesh në kampionat, nuk ishte ato Real o Barcelona që nuk e mësuar edhe u çuditë. Që të futet brenda ajo pjesa e dështimit dhe nuk besohen syt kur je duke fituar edhe ta çosh, ta kalosh atë. Megjithse, gjysmëfinalen e kthimit vitit të kaluar kundër Real Madrid Bernabeu, një super hapje loje për Davis. Po, e vërtet, Davis e kaloi. vërtet. Pastaj psikologjia po bllokua kurrizi dhe iku. Kam përshtypjen që kjo është e vërtetë që Unë them Harry gjë Kane psikologjike. mund të jetë një ato raste që zgjedhjet e tij në karrierë ose zgjedhjet e tij, po themi që do të nemi në karrierë, i ka dëmtuar atë që quhet legacy. Është pikërisht për kësaj gjëje që unë nuk e fuz dot ke 9 më të mirë të gjeneratës vet. Pra, është ke top 5 po nuk e vedot kurse si të parë. Për shembull, në këtë aspekt e lën brapa dhe Suarez, e lën brapa edhe Lewandowski. Sepse aty është diferenca. Është ai hapi i fundit. Ka dhe një agravant ky Harry Kane që Mas rënduese. mas rënduese që ky Harry Kane qëndroi më shumë se Reprezenton. ç'duheshte te Tottenhami. Atë po them pra. Atë po them që zgjedhjet e tij që ka bërë në karrierë, Se ndoshta Denis 2 vite përpara më i freskët. eksakt. Pra zgjedhjet që i ka bërë në karrierë, që të qëndroi gjatë ke Tottenhami, e ka bërë atë që ti ndryshoj psikologjia në atë mënyrë, saqë ai atë pjesën, atë hapin e fundit praktikisht, që është ajo ndeshje e rëndësishme e sezonit, që ai duhet patjetër që të jetë bëj diferencë, nuk e bën dot më. Prandaj të shit në tha Antoni ta përjashtojmë fillim, prandaj nuk është shmang dot atë Kë temën e mallkimit. mallkimit sepse vjen në një pjesë të rëndësishme të sezonit. Titullin praktikisht po e menaxhon në Gjermani e ke të sigurt. Vjen ke Se ndeshja. ka 9 ndeshje. Po, si në ndeshje? Gjermania. Ka dhe 9 ndeshje. Po, se Gjermania ka pushime më të mëdha dhe kam përshtypjen që ka Ka më pak ekipe Gjermania, s'ka 20 ekipe Gjermania. Ka 34 Jo, ndeshje. edhe 5 ndeshje ka. 5 ndeshje. Ndeshje. Po. Po lutem shumë. Mos e marr vesh ku punon. Me kulpa. Edhe po thoja. Po thoja që
vjen ndeshja me Interin, që normalisht është ndeshje shumë e rëndësishme, edhe keni ti dëmto ikën Davis, ikën Upamecano tash nuk Ikën Musiala, po themi Van Dijk, ikën Musiala është humbje. Upamecano është kështu. Po jo, është titullar, po Upamecano njihet her pas here i fiken llampat edhe bën ndonjë gaf. Upamecano është domethënë e mirë e mçevur si e keqe, mungesa e Upamecano dhe Kim kanë një karakteristikë që i ngjason të dyve. Është fiksi ajo domethënë kur ti vjen në një gjë prizë kështu edhe një nga sigurisat bie puf. Po kështu janë të dy ato, a kupton? Në një moment të caktuar njëri nga ato e ke direkt që do bëj diçka të gabuar. Prandaj rikthehemi ke mallkimit. Tash të humbush Musiala në këtë fazë të sezonit. Patjetër. Do e kishte ndihmuar shumë Musiala, do e kishte ndihmuar. Olise e ndihmoi shumë, i dha i super top, duhet kishte bërë gol dhe aq. Olise po bën një sezon po pra shumë mirë me gola, me asist. Tani normalisht edhe ai se njeri është dhe do ta ndjej lodhjen, duke luajtur gjithë sezonin maksimum. Luaj në krah. Në rastin nuk shpërdoruan, por ato se thot çimi që pse mos harro Denis. Bayernit Muniut i kanë munguar lojtarë që në të shkuarën kanë bërë shumë mirë si Gnabry, si Goretzka. Po, shumë dakord. Po, nuk jam kundër. Ai Bayern. Koman mos harrojmë, Po, nuk jam kundër. Nuk ka qenë formë, po dhe jo i dëmtuar. Bayern e çoi deri në fund dhe mori Champions League-ën sepse kishte një nënç tjetër, që ishte Lewandowski. Po patjetër. Po kjo pra hapi cilësor. Po dhe Lewandowski këto ndeshje të vaja decisive ra humbë Lewandowski. Protagonist, o ka qenë i dëmtuar. Ndoshta kanë bërë të tjerë diçka më shumë dhe nuk ka rëndësi kjo. Po, arbitrat e Realit, dhe ka pas. Po jo. Ori çfarë? Ke orin sot që e diton. Vetëm ju dy do dilni pasi të publikohet, kjo unë s'dal fare. Jo, po ka të drejtë Antoni dhe Lewandowski këto ndeshjet e mëdha. Jo, Lewandowski çfarë? Në finale me PSG-n Koman Lewandowski apo jo? Ka shumë më tepër konsistencë në ndeshjet e mëdha se keni. Lewandowski problemin e ka pas me kombëtarën e vet, që ka qenë inekzistent. Po me klubin nuk mund të thosh që Lewandowski nuk ka qenë. Jo, në ndeshjet e mëdha flasim, ndeshjet finale, gjysmëfinale. E di ku është diferenca shumë e thjeshtë. Nëse ti ke një skuadër që është e përbërë nga shumë lojtarë cilësor, pra mund të dali goli nga 4 deri në 5 lojtar, ky sulmuesi i madh big që ti ke përpara, i falet dhe që të mos bëj gjë në ndeshje decisive nëse zgjidhin të tjerë. Po jo gjithmonë. Po pra, nëse ti ke të tjerët i ke në një formë të ulët, bien sy dhe gabimi i Harry Kane-it, sepse kush se humbi dhe Olise, po nuk bien sy se ti je Harry Kane, edhe Olise u fut aty në zonë, disa herë. Nga krau tjetër ke Sané që fleti gjumë. Shumë i të ndeshjes. Ka probleme gjithë sezonin. Po pra, sa shu ka qenë me etapa. Me opa. Ke një Gnabry komplet totalisht jashtë asaj, domethënë që është me mendim që ti iki. Pra, dhe ty mbetet gjithë ajo përgjegjësia që Harry Kane që ke shtuar atë tarifën e mallkimit që të kthehet ty në kokë, kupton? Do ti të kthehet ajo. Se shansin e kanë, akoma në lojë janë. Patjetër do vim të parashikim. Unë jam kurioz për këtë, nëse dhe shpresoj shumë që si vjet të thyet ai mallkim, të paktën me Bundesligën. Nëse ai thyet, i biqen vitin tjetër do kemi një Harry Kane shumë të çliruar pastaj. Patjetër. Psikologjikisht nuk besoj se Leverkuseni mund të bëjë diçka të speciale. Kjo ishte pra nuk mundi dot Union Berlinin. Kjo ishte der klasike. Union Berlinin që ta fuste pak Bayernin në presion. Besoj se është mbyllur tash, nuk besoj. Edhe çuna dhe Leverkusenit e kanë mundjen këtë sezonit tjetër, çfarë do bëjmë, ku do shkojë Xabi Alonso, ku do shkojë Wirtz. Që besoj do i. Besoj se lufta për titullin në Gjermani është. Kaput mund. Okej, do ta mbyllim me temën e Serie A, këto kampionatet e UEFA. Denis, Sassuolo kthehet Serie A. Sassuolo kthehet Serie A, do të thonë rikthehet titulli. E varet se me Sassuolon, shiko. Sassuolon e fituar me refundit, fush Sassuolo që u bës Canzuolo e Sassuolo luan vetëm për 5 deri 6 ndeshje. E kanë thënë që Teo duhet luajë me sfushor. Uri kthye Milani i madh. O çim. Urin gjallë. Tani jemi live. Kush fiton në fushë të Udinezës 4-0? Kush e bën? Dolen gusht në diell me 40 gradë, do doje ku shkon në shtëpi hajse po lyhem tash me krah. Nuk e di ç'është të na shërbejnë këto fitoret që do bëjnë tash, nëse do i bëjnë. Një ndeshje kanë ngel, një ndeshje. Ama Conceição po i thot drejtuesve shi, gjeta skemën e duhur, disi të shfrytëzojnë, më mbani për vitin tjetër. Një gjë mund ta them me siguri, të dy këto nuk do jenë më vitin tjetër, se edhe ke Juventusi, nëse Juventusi ban, tu do vitin tjetër pas kanë luajtur menç, domethënë. Që të bëhemi serioz, duhet pritur ndeshja Napoli-Empoli. Po, për mendimin tim, Interi është në timon e do jetë timon deri në fund. Se nuk e dim çfarë do bëj Napoli, se po rrëshkiti Napoli
thënë në mbrëmje, iku dhe Serie A, sa ka bo. Po. Interesante më duket sfida për vend e 4 që Atalanta i bëri një super assist Juve se janë këto Lazio Roma. Fakt Atalanta mori vendin e vet. Jo, unë prisa me formën që ka treguar këto kohë të Po fundit shumë Atalanta. shpejt dhe ngeli aq. 2-0 shumë shpejt. 2-0 super assist Atalanta për këto skuadrat që fatkeqësisht Milani nuk është. Do Bologna se tash mas kësaj kemi ka Interi, ka Bayern, pastaj do luajmë fush Bolognës. Ti e di si është Bologna për Inter. Fush vet, edhe në fush vet. Që aty është tjetër gjë. Shiko. Unë Interin e shikoj. Unë mendoj që në ndryshim nga ndeshja që bëri Interi në Parma me Cagliari, normalisht që cilësia e Cagliarit nuk është si e Parmës në këndvështrimin tim. Cagliari ka ishte edhe transfert Cagliari ka Interi e nisi po ashtu si me Parmën me disa zëvendësime që duhet i bëj, sepse në këtë moment duhet i bëj, se mos harrojmë një gjë, Interi përveç se duhet ta fitojë ndeshjen, që ka detyrë ta fitojë për titullin, për luftën për titull, Interi duhet mbrohet lojtarët nga dëmtimet dhe nga shkëlqërimi energjisë. Pra, mendon për të dy krahët sepse, shiko, është si ajo, Interi është ajo teha e asaj, te brisku, teja e briskut, pra, ndahet shumë gjëra nga shumë pak. Nuk është se ka krijuar avantazh kudo kaq të madh. Me Bayernin është një ndeshje që akoma do ketë histori dhe mund të ketë histori. Në krahun tjetër ke kampionatin që akoma do ketë histori dhe mund të ketë histori. Pra, po vetëm nëse ja fal Napoli. Ama dalim prapë ajo që lojtari që ishte më decisiv nga rezervat te Interi isha Arnautovic. E du t'i kërkojmë falje se kemi rënë qaf shumë. Taremin ne e kemi nxjerr. Kur i morin fillim çfarë do bëjmë Arnautovicin, Arnautovic ka mbaruar. Ashtu kemi thënë. Përgjigje nuk i ka dhënë ai në fillim. Nuk ka dhënë, ka lëshuar keq. Përgjigje nuk i ka dhënë. Ai ka evoluar brenda sezonit dhe bravo qoftë. Po shumë dakord. Po thash thjesht i kërkojmë falje kur e kemi ndikuar. Jo më fare. Po se po vjen kjo pjesa e rëndësishme e sezonit dhe po ndihmon ekipin. Është e vërtet që ka shënuar dhe mos harrojmë edhe një fakt, ky Arnautovici ishte edhe ai që në ndeshjen me Atletikon bëri gafat nga më të shumta dhe u eliminu Inter, ja kupton? Ka dhe anën e mirë të medaljes dhe anën e errët. Për këtë sezon, them që e ndihmoi shumë Interin me atë. Qofse rria ndeshja e bllokuar, si bën këto ndeshjet që bllokohet e të duhet të bësh më shumë. Por pash të diçka tjetër që e kisha kuptuar në fakt të gjë që në ndeshjen me Bayernin që në ndeshjet mira këtë sezon ka bërë Carlos Augusto dhe një ndër to e bëri me Bayernin që bëri një interpretim perfekt në mbrojtje, sa i përket mbrojtjes, luajti në vend bastonit dhe normalisht me Di Marco në kthyer dhe sa kombinon Di Marco me bashkë me këto tjerë, Interi normalisht nga Barella nuk e hiq dot dorë gollaj. Okej? Do ta çdo ndeshje duhet ta fusësh Barellën. Nuk e. Ky ka filluar tani pak a shumë të fusi dhe Çalhanoğlu'n, që shkry nga dëmtimi që duhet t'i japi aty dhe përpara është gjithmonë ajo rotacioni, o luan Lautaro, o luan Thuram. Ndeshjen me Bayern mendoj që dihet formacioni tashmë sepse në stol qëndruan Acerbi, Pavard edhe Bastoni, Në sulm. Ke rikthimin e Di Marcos ndeshja me Bayern. Ke rikthimin e Di Marcos. Tani nëse në vend Taremit do kishe një Xheko, do ishte gjithçka më e lehtë për Interin. Doli Taremi që s'po i ndihmon në ndeshje që duhet të ndihmojë, edhe të marrin frymë se Turami për mendimin tim akoma s'është 100%. Po. Edhe ke kjo faza fundit që do vi Bayerni në San Siro, nëse Bayerni marr një shembull, gjen një gol herët, ndryshon komplet ndeshja, ndryshon komplet psikologjia, duhet të japësh maksimum, duhet luftosh për çdo top. Do jetë pak e vështirë nëse ndodh ajo gjë, edhe nuk më duken në formë fizikisht as Çalhanoğlu, Miki Mkhitaryan. Kështu që nuk e di si është, por në kampionat besoj se duke për shkak të Napolit që ka dhe një ndeshje, ka dhe një që mund të jetë më shumë, duke shkuar dhe duke llogaritur në finalin ndeshjen me Minarin, që mendoj ajo është ndeshja vetëm me Minarin që ka ngel. Se kam fundë përpara. Duhet të jetë fare rëndësishme për Interin, po do duan të japin rëndësi, po se këto fitohet kampionat Champions League, ka më shumë rëndësi kampionati Champions League se sa Kupa e Italisë me Milanin, po nëse duan të ripërsërisin tripletën, për mua do ishte gabim që të fokusohesh ka ajo ndeshje, edhe të përdorësh titullarët ka ajo ndeshje për çfarë? Jo, unë s'mendoj kështu. Nuk është gabim sepse ki parasysh diçka që Champions League sado do ngjelet objektiv shumë i vështirë për Interin. Po ta marrësh në tërësinë e saj. Por jo vetëm për ndeshjen e kthimit të Bayernit, po ta marrësh në tërësi. Kështu që si thua, nëse viti mbyllet hipotetikisht dhe Interi mbyll me një double,
Po shumë dakord. Nuk është një vit i keq për Interin. Kështu që nuk do ta lëshoj. Kupa mund të lëshohet në këto raste, po jo finale e kupës. Pra nuk është që je në një fazë tjetër të kupës. Ti je një ndeshje larg një trofeu. Në këtë aspekt, sado që unë për kupën kam mendim shumë kështu, duhet shumë dytësor si trofe, kur ke vetëm një ndeshje drejt trofeut, ti ngre trofeun sepse ajo të jep edhe shumë entuziazëm për të vazhduar për pjesën e mbetur të evenimentet që pjesë ke Bayernin, nëse eliminon Bayernin një gjysmëfinale. Po. Pastaj ke Bolognë në shtëpi, pastaj ke edhe gjysmëfinale të Kupës Italisë. Ti japësh 100% vëmendje, tash normal që do futesh fush për ta fituar, shumë dakord, po marrësh gjithë titullarët duke i parë që nuk janë mirë fizikisht, nuk janë super form fizikisht, nuk është Interi i sezonit të kaluar. Se me këtë do luaj. Prap me Çalhanoğlu, Migi, Barella, Megjithatë, shiko. Po pse duhet të rrezikosh? Shiko, ka një gjë këtu. Është e vërtetë dhe kjo. Gjitha qëndrojnë këto teoritë, që Interi, siç thash, ka detyrimin që të fitojë, po ka edhe thonë za detyrimin që të ruaj lojtarët, mos i konsumoj për ndeshjet e rëndësishme, sepse nëse kalon Bayernin mbrapa me 90% do jetë Barcelona, apo jo? Po. Ashtu, që janë dy ndeshje të tjera që jo të marrin energji, po të shkatrojnë fare për energji, sepse ato janë gjithë kalamaj të rinj, djem të rinj dhe që duhet të vraposh mbas atyre që bësh një ndeshje të madhe. Mos vrapo po deshe. Mos vrapo po deshe. Po pra, dhe të bësh dy ndeshje të mëdha. Pra, këtu lind pak ajo që është e vërtetë që thot Denisi dhe pastaj mos harrojmë një fakt tjetër, ora nuk e di unë se Milani si vjet normalisht që ka bërë një sezon çuditëra. Një sezon dështim. E gjetëm skemën Por, tash, jo, gjetëm skemën. Ka një gjë çimi. Për Milanin ajo është ndeshja e fundit. Pra ato nuk kanë merak të dëmtojnë lojtar, kundërshtar. Po. Apo jo? Pra ato kanë marru, kanë nis pushimet. Leje fitoren që bën me Udinesen se provojmë ndryshojmë skemë. Si jemi ekip i dhunshëm, të lutem shumë. Derbi është derbi. Po jo, derbi është derbi, o Denis, nuk fal njeri ke derbi. Ne të Milanit gjithmonë përveç ne Gattuso. Nuk të fal njeri në derbi. Nuk të fal njeri. Nuk falo, s'është nevojë ti thuaj shkëmbër kundërshtar. Nuk e kam të e thymja këmbëve, te e lut mja fort do. Nëse këmbë vjen nga këmba. Ne kemi Mbappé në ekip, fatmirësisht. Po mirë, atë po. Te ai rast po. Diem tani, pyetja fundit që ju bëj për të mbyll temën, le të themi dalim në Shqipëri, jo, te pyetja fundit tani, besoj që luftën për mbjetesë e dini. Teuta ka marr pikë shumë të rëndësishme që është 38, Skënderbeu. Marrën mesazhin që na dhanë një ndeshje Teuta Laçi fiton Teuta. Ke live. Skënderbeu 37 barazoi me Tiranën, Tirana 36, Bylis 36 dhe Laçi 33. Tani dy të fundit bien direkt, e treta nga fundi bën play-offin, që do ta bëjë me ekipin që do fitojë play-offin e kategorisë parë. Unë mendoj që në këtë situatë, po, në këtë situatë nëse Bica e kalon play-offin e vet, që se duhet ta. Në këtë situatë që ndodhet, unë mendoj që shanset shumë pakta për shpëtim i ka Laçi, edhe nga pikavarazhi, se edhe 2 javë kanë mbetur, ndërkohë që shoh shumë të vështirë edhe Bylisin dhe mendoj që vendi i tretë për play-offin që do shmangi këtë play-outin do jetë mes Skënderbeut dhe Tiranës, se një nga këto të dyja domethënë do pozicionohet. Nuk ka shanse për Skënderbeun e Artës. Akademisi të bëj. Skënderbeu luan mirë, në fakt, nuk është se luan keq futboll, po nga krau tjetër Tirana ka cilësi, nuk është se s'ka urgjent sezoni shkatërimtar ky që arriti deri këtu. Kurse lart Denis mes Partizanit dhe Elbasanit, një pikë ndan tashmë, do kenë ndeshje direkte të fundit. Nëse këtë javë fitojnë të dyja, do kenë ndeshje direkte. Nuk e di, unë Partizanin që pash në derbi, pastaj do të bëjmë analizat çfarë ndodhi në derbi, si luhen derbi. Dhe me Egnatia nuk luajti mirë. Pavarësisht se fitojnë ndeshjen. Egnatia ka kampion, ka dalë ka siguruar vendin e parë. Partizani që pash unë në derbi nuk po bind. Janë edhe dy ndeshje. Edhe dy ndeshje, një pikë ndan. Kanë ndeshje direkte bashkë. Besoj se Tirana do sigurojë mbijetesën. Dhe Partizani dhe jashtë Kaçës. Tirana do ta sigurojë direkt mas Teutës. Po, okay. Mu Partizani nuk më bind, them drejtën. Base kalon nëse do e bëj ndeshja para fundit diferenca, po nuk është Partizani shumë të vështirë. Shumë vështirë sepse ka vite që vitet e fundit komplet vuan nga kjo pjesa e inkonsistencës të madhe. E pam dhe me Tiranën edhe nuk më ka bind herë, them drejtën, këto vitet e fundit. As si vjet nuk është që ka loj bindse. Merë pikat. Edhe në fakt është Bylis Partizani. E radhës. Pra Denis është Bylisi o për gjithçka tani o për asgjë, se është kurse Teuta luan me Tiranën, edhe kjo është çik
Tirana të Uta është i çike forte dhe kjo mund të vendosi shumë gjëra. Besoj që do ketë kështu, kurse normalisht do vazhdoj deri javë të fundit lufta mes Flamurtarit dhe Bezës. Një nga ato do të ngjitet direkt, Flamurtari është në avantazh 1 pikë. Ka ndeshje me Vorën. Çfarë ndodhi mas episodeve dhe u morën masa, heqë pikë jo, u 2 ndeshje pa tifoz me Stadion, një e bëri domosdoshmë brenda fushës. Tjetrën, nëse ngjiten Super League do ta bëjnë Super League. Pa tifoz. Po. Kështu ku ka tifoz, Pa tifoz, po me karrige. Pa tifoz edhe gjop. Po, okay, shumë mirë. Këto ku do më dalë, se kam ke konkret. Se kështu ka shumë tifoz. Jo, ka. Ai sa shkojnë. Drejtësia sportive që duam. E kam ke gjithë kampionatet shqiptare, domethënë, ky dënimi pa tifoz është kështu, formalitet po. Pa tifoz është birja ambulancës. Se këtu që ne mirë që nuk shkojnë, po ti thua mos hajde fare dhe ti domethënë. Edhe për shkak të 3 vete që kishin dalë me një me shku, tha, s'lejohet sot, e mirë. Ta s'pranojnë. Okej, djem, momenti parashikimeve, momenti Denis Akane. Momenti Denis Akane. Ku nga do e nisim zoti Cani? Denis Akane do nis nga ty se mezi presin njerëzit. Do nisim nga e Marta. 2 ndeshjet e Marta, Aston Villa, PSG dhe Dortmund Barcelona. Që ti shpjegojmë çik njerëzve se kam plotësuar ca komente. Ja thjesht mendimet e mia, Patjetër. Nuk po ftoj njëri të bëj mendimet e mia të ata që jetojnë jashtë. Të bëj lek, se do bëj ti lek, se do bëj ti lek. Ka dhe diçka, për shembull. Ata që jetojnë jashtë dhe vën bazë mund të nisen nga mendimet e mia. Unë bëj parashikime në bazë të asaj që shoh në fushë. Për shembull ka lënë 2 rroga radhazi me Ferrari. Edhe prapë i dolën për ideja ashtu që për të bërë sjellje. Jashtë shtetit, sidomos në Amerikë, ka profesion që junë konsulent bastësh. Konsulent, që do thotë ai praktikisht marr komisione nga çfarë fiton ti. Që është me para, nëse do mendimin çfarë është për të luajtur dhe ti të shih se ja po mendimin unë. Në familje mendimi e mendime të tjera. Po pra. Nëse që bëjmë seriozë. Paketa premium është me subscription. Po do kjo rubrikë kemi çfarë të bëjmë. Tani Dortmund Barcelona për mendimin tim nuk ka as pak histori. Nuk ja vlen të thellohesh sepse e pash Dortmundin edhe me Bayernin, Dortmundi po pret që të mbaroj sezonin, të fillojnë pushimin çunat. Them një 3-0 e qetë e Barcelonës. Edhe atje? Si edhe atje ka, pa 4-0 me ato rastet që humbi Barcelona, ajo Dortmundi, rastet pastra Girasi që mund ta kishte mbajtur lojët, ishte bërë pak më interesante. Unë mendoj 3-0. Aston Villa këtu kam ndjesin se do jetë komplet tjetër Aston Villa Park. Unë them që koha rregullt mbaron 2-0 dhe Parisi e siguron kualifikimin me një gol në kohën shtesë. 2-1 domethënë bashkë me shtesën, po koha rregullt unë them mbaron 2-0 për Aston Villa. Dhe shkon me shtesë. Çimi? Unë Dortmundin e shoh nga që Barcelona do të kontrolloj lojën dhe nuk do jetë aq nevojshëm për shkak të avantazhit që ka 0. 4 golave. Unë mund të dalë në 2-2 i qetë domethënë pa u lodh thjesht. Kështu kurse Aston Villa Parisin shoh barazim dhe ata. Barazim. Po. Domethënë koha rregullt kalon PSG-ja, se ka fituar ndeshjen e parë, se i duhen 3. Po 3-1 ndeshja e parë. Patjetër. Okej. Dortmundin e shikoj dhe unë që të bëjnë të dy ekipet gol, bëj Dortmundi gol për tifozerin më shumë se luan ndeshjen në shtëpi dhe besoj është e fundit Champions edhe këtë sezon mbyllet domethënë në këtë ndeshje. Por shikoj prap fitoren e Barcelonës se nuk e di pse, po kur nuk kanë një presion të jashtëzakonshëm ose kështu, ato janë shumë qetë ke çdo gjë, edhe do t'i dali besoj loja më mirë. Pastaj e bëri ndeshjen e dobët me Leganes, nuk i bën 2-3 radhazi dobët në këtë këndvështrim, mendoj që fiton Barcelona dhe atje, po të shënoj gol Dortmundi. Nga krau tjetër, Aston Villa PSG. PSG-ja për mua luan kudo njësoj, si në Paris, si kur luan jashtë në transfert, me Aston Villën që i duhen të paktën 2 gola të çojnë ndeshjen shtesë, siç thot Denisi, e shikoj më të ekspozuar Aston Villën dhe mendoj që madje PSG-ja mund të shënoj edhe 2 gola në Angli. Edhe 2 gola shikoj PSG në Angli, që do të thotë që nuk besoj që Aston Villa shënon 4 gola. Kjo është gjithë ideja, domethënë. Mund të dalë edhe 1-2, 2-2, 3-2, po nuk ka shumë. Këto janë besoj parashikimet për këto 2 ndeshjet. Krau tjetër, dita mërkur që dita e mërkur do jetë shumë interesante. Tu jemi te on top. Më falësh. Jemi Real Madrid Arsenal. Qofse është 11-11, që do të thotë? Qofse s'ka penalti dhe karton në favor të Realit, do ta bëj delete kuq kundër Arsenalit, do e bëj Ori do bëj delete. Tani do jetë edhe siç the për PSG-n, Arsenali do luajë njësoj siç luajti në Angli. Nuk do ndryshoj lojë, se nuk është se do mbyllet mbrojtja e Arsenalit, se nuk di ta bëj. Do e bëri një herë, e bëri me Cityn kur ngeli me 10 lojtar. Që po ngeli me 10 lojtar,
Nuk e di. Nuk besoj se do ketë çudi. Do ketë një avantazh madh Reali me rikthimin e Ceballosit, do rishon komplet lojën e Realit. Po skema në fund ditës ajo është top gjatë ke Mbappé edhe ose Krau Vinicius. ose Krau Vini. Unë them një barazim spektakolar 2-2, se s'ka ndeshje, me Realin s'ka ndeshje të mërzitshme, 2-2. Kush jemi tjetër? Jemi ke Bayern, Inter Bayern tash. Bayerni ka vetëm një shans, nëse bën Interin San Siro, po s'ka për ta bërë dot, se bësh Interin San Siro, është t'i lesh lojën e Interit dhe të rrish mbrojtje dhe të luash me kundërsulm. Bayerni e gjatë gjithë jetës që ka parë në Bayern, edhe kur ka fituar dhe kur ka humbur nuk e kanë parë herë që ndrojnë mbrojtje. Nuk tjetërsohet pra. Kundërshtarin. Interi që pam në Gjermani mua s'pëlqeu, në Itali besoj se do jetë një Inter më i mirë se ai që pam në Gjermani, do rikthehet Di Marco, kështu që ai Krau do jetë akoma më i mirë se ç'ishte me Augustin dhe besoj që Interi do kërkojë të gjejë një gol. Më i mirë, një sekond se këtu kanë vetëm një Jo, më i mirë mendoj unë. një shkurtër. Më i mirë se Carlos Augusto defensive në mbrojtje ka bërë një ndeshje më të mirë se sa e bën Di Marco. Jo, flas shumë dakord. Kurse Di Marco ka më shumë cilësi përpara. Po duke patur më shumë cilësi përpara, mban dhe mbrojtjen kundërshtare nën presione, plus ka të goditjen, mund të bëj dhe gol, mund të japi dhe nice. Interi besoj se do kërkoj gol që të shpejt që pastaj të merret me menaxhim ndeshje. Unë nuk e shoh, por unë them del 1-1. Barazim. Të dyja barazim domethënë, dita e mërkurë. Po 2-2, 1-1. Ke Reali unë mendoj këtë deshet ditës mërkuri kanë parë nëndër, por ëndra s'para mdalin, po kanë parë shumë specifike. Domethënë, unë kam parë kështu që në 10 minutat e para Reali bën golin e parë, por në fundi pjesës parë barazohet 1-1. Por në pjesën e dytë, në 15 minutat e fundit Reali bën 3 gole dhe shkon bën 3 gole dhe shkon 4-1 dhe pastaj në shtesë fare bën dhe golin e fundit dhe kalon Reali. Kështu ka qenë ëndra. Ëndra janë, bën vaki dhe s'dalin. Kurse Në një arbitër dolin në ëndër. Super neshe. E arbitër, penalti kishte? Tek Në Inter xhaketë zez kishte Perezi dolin fotografi. ëndra si vëgim, nuk është që Marçinjak ishte, si ishte. kurse tek Inter Bayern në ëndër ishte kështu situata. Çimi dhe ëndrat e tij. Ëndrat e çimit. Çim çadra në ëndrat e tij. Me çadër ishte në ëndrat Situata e ishte kështu. Bayern shonën e para mbas minutës 20 domethënë. Edhe ndeshja Shëndal me minuta më. Edhe ndeshja shkon në shtesë deri në fund pra. Sepse Interi nuk fiton dot pa vuajtur. Okej. Dhe fiton me gol në fund pjesës dytë shtesë Interi. Dhe kalon 1-1. 0-1. Po, dhe në shtesë, 1-1 thot po. Dhe në shtesë, po. Të dyja në shtesë si shikon të ndeshje. Jo, se Reali Jo, Reali thën shtesë, 4-1. në shtesën e rregull, domethënë shtesën e 90 minutit bën golin e 5. Dhe shkon 5-1. Në shtesën e 90 A minutë që mbyllën thotë. në minuta Reali, se Po. mendova se mbyllte në shtesë. Jo, ke shtesa e 90 minutit bën 5-in, ke minuta 96. Te minutat shtesë 90 minutë. Po, bën 5-1. Ndeshje 5-1 për Realin. Asori se beson. Pra, kot, 1-0, po, 1-1. Se di që Qysh e ëndra, po tash unë ëndra s'po ndalin. Tash po Mos ka doli. papa Perez ata ka thonë Po vesh. doli kjo, jo, po doli kjo, kjo është super. Përgatitu. Përgatitur se Përgatitur erdhi lale. podiumi zotrin këtu. Po, ika, unë dorëzoj Chelsea, vazhdo. Çfarë ëndre ke parë të lutem. Unë s'kam pa ëndra, çimi. Shqyr shoh gjëra të tjera në ndër, jo, ndeshjet e Championsit. Si zgjon ëndra. Atëre, Real Madrid Arsenal. Në Në këndvështrim. shef nëndër. Në këndvështrim, jo. Në këndvështrimin Duke tim, kënduar. Real Madrid Arsenal është një ndeshje e cila vendoset, nëse do vendoset pjesën e parë. Nuk mendoj që do mbeti pjesa e dytë për tu vendosur dhe le të themi që ajo Reali do kërkojë ato 3 golat e famshëm në pjesën e dytë, sepse bëhet vështirë edhe psikologjikisht. E di mjaft mirë që në Bernabeu çdo minutë mund të jetë gol. Në Bernabeu kështu funksionon, çdo minutë mund të jetë gol. Reali mund ta bëjë nga momenti në moment. Do jetë me faza ndeshja, do ketë momente të mira Arsenali kur do jetë duke marrë frym Reali. Nuk mendoj që Reali do jetë 90 minuta ose 95 minuta aty ke porta Arsenalit, se Arsenali ka ca cilësi për ta mbajtur topin dhe për ta lëviz. Dhe them që nëse Reali zhbllokon ndeshjen pjesën e parë, do shohim një pjesë dytë spektakolare. Okay. Nëse Reali nuk e zhbllokon pjesën e parë, rrezikon që pjesën e dytë edhe po të shënoj mund të hapsoj golin, sepse do jetë një all-in total. Kam një
Realit unë zakonisht I themi 70-20%, për realit I mjafton dhe 1% që të kualifikohet. Pra reali ka du t'i rrim fund asaj në tjetësisë për qethin e Denisit. Nuk kam një kënaqësi të papar që t'i shkojmë në fund, mendoj që kualifikohet. Mendoj që mund të bëj një comeback shumë të vuajtur dhe shumë spektakolar Real Madridi me dramatizëm në mes. Inter Bayern. Ha një herë. Inter Bayern. Unë mendoj që Bayern I dogji kartat në Gjermani. Nuk e di pse kam këtë mendim, më kriju që atje ishte një ndeshje që Bayerni duhet ta barazonte dhe nuk duhet ta psonte atë golin ashtu si e psoi, mbasi e shënoi, sepse 1-1 ishte fiks fare për Bayernin për të shkuar në San Siro për të bërë atë që thot Denisi. Tani duhet të fitojë në San Siro, që të fitosh me Inter, që të fitosh me mbrojtjen më të mirë Champions League në San Siro. Duket I çike vështirë kjo pjesë. Ditë them që Bayerni duhet të ketë shumë kujdes sepse kjo mund të jetë nata e të dyve, dhe Lautaros dhe Thuramit në këndvështrimin tim. Pavarësisht se bëri Lautaro, është fiks nata e këtyre të dyve. Nëse mbrojtja Paqen Milano. Po, nëse barazimi ishte edhe zoti Ticani. Isha për në ndeshjen e parë isha për barazim. Jo, tash për këtë. Ticani. Tani po. Barazim del dhe Po, te barazim kjo. Atje fitoi Inter dhe kalon Interi për barazim del kjo. Okej. Këto janë parashikimet. Këto ishin. Skemi që ashtojmë më shumë, këto janë mendimet tona. Pastaj si dalin në shpunë tjetër fusha. Po doli ëndra çimit. Po tani pasi fusha të bën një Mbappé, një Ala Mbappé me ndërhyrje aty kartoni kuq, ndryshon komplet historia, ndryshon komplet. Jemi fiks tek ndeshjet që episodet bëjnë diferencën, no? Tani ndryshon komplet historia. Unë them që të dalim pak te thua do favorizohet përsëri Arsenali, të mërshme. Tani çimi do të flasësh për formulën tani apo ta lësh në fund? Kemi pyetjet. Edhe pyetja do rikthejmë pyetjet tonë. Është më fënish, kështu që jepi konsumon. Unë Tonja po hikim. Atëre, Albu the Sky Girl pyet. Kush mendon që ndikoi më shumë te gara sot me Ferrarit, gomat hard apo hyrja e makinës së sigurisë? Formula. E kishe lënë pa bukë, mas garës. Po, e vërtet është kjo. I kisha blekë të bluzët dhe e kisha llogarit që ta vishe kur të bënte fitoren e parë Ferrari si vjet. Po kështu si po shkoj kjo punë, kam përshtypjen se do ndrosh mas bluzësh kur të vi momenti fitore. Jo, është ideja që merr dhe gjunaf se kështu si po shko puna, s'do e veshkurë, thash gjunaf që tri në dollap, po e nxeta vesh tash u pa punë. Çimi e bën fiksi ato, është një ekip duke humbur 3-0 e kanë blef shekzjarë tifozët kundërshtar dhe i ndesin tek 3-0. Po është shumë e vërtetë, pranoj siç e thua, domethënë. Must be the water. Strategjia e Ferrarit ishte çik ndryshe nga ishte shumë ndryshe nga tjerë, që vetëm skuderi që hyri me goma medium në garë, edhe do e çonte stintin e parë shumë gjatë. Okej. Gjëja funksionoi, gjithë hyrën në pit stop. Ferrari vazhdoi të nxirrte edhe kot mirë biles gomave të mesme dhe plani bravo, jo delta që kërkoi Leclercu, ishte pikërisht ky që kur hyn pit stop, u futën prapë për goma medium, prapë me të verdhat. Dhe në fillim u duk sikur nuk ishte strategji e mirë, por pastaj teksa ritmi po vinte dhe Ferrari vetëm po hypnin në klasifikim, dhe vetëm po parakalonin, duk strategji e dur. Po që kjo të shkonte deri në fund, duhet që edhe këto goma përderisa kishe 5 deri në 6 xhyre më të reja se fieldi, se pjesa tjetër, ti çonte edhe këto ke fundi i tyre para se të vendoste të fortat ke pit stopi fundit. Okej. Po aty ku gomat e mesme ishin në pikun e tyre, po themi, ndodh makina e sigurisë. Dhe që makina e sigurisë anulohet çdo lloj avantazhi që Ferrari kishte pasi u futën gjithë për pit stop. Dhe Ferrari ndodhi kjo që u fut pa i konsumuar mirë gomat. Por nuk në krau tjetër nuk është që do kishin të shumë xhiro të tjera për mos të fut fare. Okay. Sepse dritare që ti makina e sigurisë të fiton 10 sekonda praktikisht. Okay. Shkon nga 25-16 sekonda pit stopi, nuk mund mos hysh dot. Dhe normalisht duke qenë që riskoi duke mos filluar me të buta si fillon gjithë tjerët, nuk ishte mundësi të vendosë të buta të tjera, të mesme të tjera. Kjo ndodhi, do të ishte strategji shumë high risk për mendimin tim dhe për këtë fazë sezonit, që ti përshtypet që po lufton. Ndryshimet që erdhën të makina si Flori i ri dhe këto nuk është që bën një diferencë shumë të madhe, themi drejtën. Edhe kjo është historia e garës sotshme, një zhgënjim i radhës. Na futën depresion o njeri. Depresivesh. Kemi që 2008 me fitu kampionat. Na mërziti shpirtin. Po ne ëndër respekt për Ferrarin, no vetëm riste flokët të Hamiltoni. Ai ka çorrela dhe Hamiltoni
Fashion rastet e bëni. Fashion Week Hamilton. Hamiltoni tash ka problemin që po e kapë çik mosha dhe po tenton çdo lloj Antoni apo Hamiltoni? Hamiltoni. Okay. Edhe mua. Po tenton çdo lloj hajmalie, çdo lloj supersticion, jo flokët, jo këto. E të japim këtë bitbitin. Unë them ta çojmë në Hejmet. Asgjë. Çojmë A në nuk e Hejmet. pyet të tjera? Po. Kalojmë. Okay. Se nuk mund të më. Klesha, Kli. Kli. Do jetë javë e vështirë. si nisi dhe ku jeni sot? Të parët, të vetmit, të vërtetët. Këtë vlerësoni se episodin më të bukur. Si duroj dot. Pra ka të bëjë me centenarion ton të episodeve. Po si nisi El kështu? centenario si nisi. Tani si Çimi nisi, pa një ëndër dhe Tani jo, nuk nisi nga ëndër, Nisi fakt. nga ëndra, jo. Jo ishte shumë e thjeshtë. Shefi ynë, tifozi i Arsenalit, ndër të tjera, Në të tjera. duke qenë gjithmonë i mërzit me dështimet e Arsenalit, tha të bëj diçka që të ketë sukses. Po. Ja. Lindi ideja gati para një viti e gjys, një viti e 7 muaj, diçka e tillë, kur ka ardhur një moment që të ndryshojmë diçka, që bëjmë një podcast ku të flasim për sportin, jo thjesht të jetë Telesporti një website, por të rikthehet asaj të honës së televizionit, por në një format të ri që është dhe ky Në modern. atë që ne kemi menduar që është e ardhmja e medias elektronike praktikisht që janë podcastet. Besojmë, i ndjeri shefi ynë Po. Met Malo do ishte shumë krenar për këtë gjë, sepse ka qenë gjithmonë pro këtyre Inovacionit. gjërave. Po, inovacionit. Edhe guximit për të bërë diçka që Për të bërë diçka, normalisht s'e kam bërë akoma. që nuk kishte presion, absolutisht jo, nuk ishim si këto klubet që duhet fitosh patjetër titullin ose ishte diçka që underdog, ëh, si janë këto që duhet të nisësh diçka, po të shohim se si shkon. Nuk është se kishim këtë pritshmëri, themi të vërtetë jemi modest te kjo pjesë. Markus kishte besim. Madje nga producenti ka shumë pas bastë u humbën sidomos në fillim, ëh. shumë bastë kanë humbur fillim, po është e vërtet kjo, jo nuk do eci, jo nuk do bëj etj. Megjithatë, ne asnjë moment nuk ka shumë, madje kemi bërë prova demo. Ata nuk besuan te ne. Po, ata nuk besuan. Kemi bërë prova demo me Denisa Kanaj që imagjino se sa e rënd ishte që ne rrinim këtu 45 minuta duke bërë muhabet për diçka që nuk do dilte. Por ato ishin testet e parë, kemi parë shumë podcaste të tjera, jashtëzakonisht shumë në YouTube të kanaleve të tjera dhe nga aty nisi ideja, ndërkohë që kishim një djalë tjetër, Veronikun që e përshëndesim. Që ti e përmend shpesh kur i drejtohesh nga artës. Fizikisht ngjan se ngjan shumë, por vazhduam më pas dhe ideja ishte që ne ta nisnim këtë në shtatorin e shkuar. Por ç'a ndodhi? Ndodhi që gjatë një mbledhje patëm atë që le mos ketë mbaru pallati. Një epifani. Le mos ketë mbaru pallati, po. Mi jemi kjo pjesa. Pjesa mbrapa Antonit që shikoni ke kamera, Ori tregoj pak. Pele. Çfarë të shohim? Një sekond. Po flas njerëz, po të flas ty. Më falni. Pjesa mbrapa Denisit, Ori çoj ke Denisi. Mos e çori. Dhe pjesa këtu mbrapa meje. Mos e çori. Çoj Ori. Këtu unë më mend që ishin domethënë gipse, leshguri, të varura, pa parkete se shifë në gjana, po që... Apo hapet të mezit, Ori, duket parketi? Okej, edhe parketi si ishte një atje. Më shtruar me këto duar. Jo, nuk kemi shtruar gjë, se nuk vi. Ishte më fol për vete se... Apo Çimi ka marrë pjesë. Shtri dhe kablo. Çimi ka marrë pjesë. Kena shtri dhe kablo. Okej. Për këtë pjesë, edhe... Çim kabli. Edhe ideja ishte që... Të thash Denisa ka. Po e kap tash kjo që e la Antoni që... Romagnoli. Nuk kemi qenë gati, domethënë, kur nisëm. Nuk ishim gati me të gjitha detajet, stolidhjet që kemi këtu e të gjitha këto. Lidhjet. Po nga që ishte Europiani dhe ne thamë që duhet nisim. Le ta nisim edhe fakt ishin gjysmëfinalet e Champions. Gjysmëfinalet e Champions. Po them le ta nisim edhe pse jemi 100% gati dhe nuk na doli keq, kam përshtypjen. Dhe imagjinoj i kam tani para syve reagimet e para, tani vjen qesh në fakt me ato reagime, ishte fakti që ka dolën këto nga içi me drejt. Po vërtet. Ashtu a kupton me dikë që do hapë një podcast. Unë kësaj javë hapa çka ato episodet e para që kemi në YouTube. Jo, si bëj. Shumë ndryshe. Ndërkohë që siç e dini, nisi me mua dhe Denisin, por në një moment Denisi që duhet largohej nga Shqipëria dhe Çimi ishte zbulimi. Po pse duhet të largohej nga Shqipëria? Unë do kam qenë pas kuindeve gjithkohës. Po, ka qenë pas kuindave. Por kam qenë formula më duhet. Po, bravo. Edhe erdhi momenti që tha Çimi, po futem lojë. Jemi live thashun. Po futem lojë.
Po futem loj, gola, asis. Ka qenë, pse s'ka qenë më përpara? Hera parë që u futet ishte kur ika unë jo. Ka qenë më përpara apo? Jo. Kam qenë me Z vetëm duhet. Çimi ka qenë me Z dhe ti që do kishe pushimet, dhe Çimi pastaj u bë i vazhdueshëm. Si faleminderit sot. Pare. S'ka ka vdek në njoja Denisa Kara, nuk ka mo. E fitova me lojë. Dhe kjo ishte gjithë ideja. Edhe që ti përgjigjem deri në fund pyetjes për secilin, kë do vlerësojnë si episod më të bukur, secili thot veten. Kalafiori. Patjetër pse jo. Kalafiori, iku. Soti më i bukur, kjo është ti çik. Mi po them mund të teksa mendohesh ti. Ka qenë një episod ndur me kombëtaren, si vjet ka qenë, ajo me kalamat që s'qesh. Dhe kalamaj, ajo ka qenë po, ajo shumë vërtet. Po, kemi qeshur shumë. Ajo për mua. Ti do që fëmijët. Po. Dhe më mori shumë seriozisht. Ç'na intereson ne për fëmijët? Se di pse po më ka pëlqyer shumë me Rudi Vatën. Ku e shih kur ka qenë vetëm s'kemi qenë shef çfarë apo jo, kam qenë unë. Kam qenë unë aty nga fundi çimi. Le të themi një intervistë me Rudi Vatën kurse ne të tre bashk jam dakord ishte mas ndeshjes kundër Italisë që bëm parashikimet edhe që bëri Denisi për Kalafiorin. Jam dakord unë me atë pjesë, ishte shumë e bukur. Po të falenderojmë dhe tifozat cikli që janë tamam tifoza që duan shohin futboll, gjojnë debat të vërtet futbolli me pasion. Dhe normalisht mos harrojmë djem tash se gjithë kjo jeni ju pa jemi ne. Përveç kësaj mos harrojmë edhe njerëzit që kanë punuar këtu jashtëzakonisht shumë, siç është Orienti, siç është Marko producenti, siç është Artemisi që gjithë e njihni dhe normalisht shefi Zaci. Se njohin shumë Artemisin, do ta nxjerrim një herë me fytyrë. Ta nxjerrim një herë. Shive këtë videon. Ka turp. Ka turp, nuk do Artemisi. Ka ndonjë pyetje tjera? Vazhdo Çimi. Ju e dini. Denis 94. Thuaj Denisit. Mos parashiko më ndeshjet se morën qaf Sandro Tonalin. E pe kishin hapur grupe dhe Sandra Tonali, Fagjoli kishin përfshit Di Maria e gjithë. Një arbitër në fundi tha loj. Arbitër në fund? Po. E skandalo. Ska gjithë pastër më. Shumë frymëzimin nga Tonali e morat. Pyetja radhës vjen nga Kristina Hasa, që përshëndesim, Mikesh, emision. Përshëndesim Kristina. Podcastit. Sa përqind sport dhe sa përqind llafe keni në ADN? Llafe kena shumë. Llafe sporti pra. Llafe sporti. Lafazan sportit, pastaj by night është ndryshojnë. Nuk e ke një herë by night. Ja, po them një gjë pas kuindave, Antoni është i soi para se të filloj. Po, xhirimi. Mbrapa fikën fare. Mbrapa fiket Antoni. Kurse Denisi është kundërt, është i qet para dhe vazhdon mbrapa. Okej. Unë kur zbres në fush nuk përmbaj. Denisa ka ndaj ban konferencat jashtëzakonshme mbrapa. Mua mbrapa më ke kështu vlla. Fik sigurisën edhe se Çimi është ndryshe para e ndryshe gjatë edhe mbrapa. Çimi ka dhe intermezzo, ka dhe në mes. Intermezzo. Kristina të përshëndesim, Kristina ka qenë këtu dhe madje e vlerësojmë gjestin e Kristinës. Person dhe artja me bone mo. Kristel Lamaj, a do ta qelloje me shpull Bayerni Interin të mërkurën? A do ta me shpull Bayerni Interin të mërkurën? Po ja hapi derën Inter. Po ja hapi derën, po ja hapi somerin. Po ja hapi somerin për provokim po. Trengland. Thot, Basma Antonin po e kapi Milani top 4, do qethet 0, po se kapi do i çoj 500 pound. Po pse do qethet 0 nëse Milani shkon top 4? Po ta festuar? Po. Sa pound do fitojë? Atëre, Egland i bani i Antonit. Klasin privat për i banin. Nuk të marrin lek po ta din. Më vetëm për fitore shumë e lehtë për Antonin kjo. Ç'është kjo? Milani në vend 4. S'është drejt. Ka donator bota, ç'a ke? Santi jo, 3 portiret më të mirë momentalisht. 3 portierë më të mirë momentalisht. Tash vend parë për mendimin tim i pa diskutueshëm është Courtois. Nuk preket. Mua më pëlqen shumë Zvilar i Romës, më pëlqen shumë, e kam parë në situata shumë të vështira që ka shpëtuar Romën, ose edhe kur kanë humbur, mund të kishte qenë humbja më e thellë, po mos kishte qenë Zvilar. I them kështu tjetër. Ky që do shkojë ke Liverpool, Mamardashvili. Këto 3 apo. Unë për momentin edhe për formën, shoh edhe Sheznin. Shoh Courtois Shezni. Ka super formë. Unë isha që fillim që dohet ishte formacioni i parë dhe është, dhe shumë i bukur është. Shezni. Vozhna Shezni.
Çka ke? Shesdi është pozicioni jashtë lojë që shpëton se. Aha, okay. Ka dhënë tjetër garanci mbrojtjes. Dhe Inaki i jep të Nuk tjetër. jep të, Ja nuk jep të jep të. tjerë. Aha, mirë. Nuk i jep të. Nuk i jep. Inaki lutet si 20 vjeç. Është 25. Okej, shumë mirë. Faleminderit. Ke portierët në vendin e 2 dhe 3 nga që i shoh pak larg vendit parë, ndoshta mund t'ia fus po vendin parë edhe me një 5 shkallë sipër është Courtois, nuk diskutohet Po, fare. të thash I kompletuar në çdo gjë. Pastaj do fusja unë vazhdoj të mendoj që Oblak është super portier dhe vazhdoj të mendoj që për lojën me këmbë më i miri në botë është Ederson. Edersoni, po. 7 asiste, më shumë se Vazhdojmë me Pedri. tradhës. Martin Kaçorri, thuaj Antonit na fol çik për Lautaron se vajte kopa fol. Lautaro, 2025 ka qenë mirë në fakt, nuk ka qenë keq me gola. Ajo disavantazhi i Lautaros ishte që fundi 2024 ishte skandal fare, nga forma, nga gjithë. Le të marrim çdo lloj faktori të mundshëm, nuk diskutohet. 2025 ka qenë mirë, ka qenë sulmues konstant do ta quaja, ka bërë gola, nëse s'ka bërë gola ka dhënë asis, vazhdon të humbi shumë, ka këtë pak si smundje, këtë gjë. Që humb shumë ka pak si smundje. Por Lautaro ngelet sulmues i mirë. Për mendimin tim nuk është top player, kaq thjesht. Nuk është top yard. Nuk është top player vëlla, nuk është Shiko, unë fus ca sulmues që janë një kategori, le të themi që unë ato do t'i merja kudo, okay? Lautaro nuk hyn në atë idenë time, kaq. Thjesht, kjo është, nuk kam asgjë kundër Lautaros. Vazhdojmë. Kategoritë e Shqipërisë pyet. Nga 100 episode kush ka qenë më i bukur për Antonin Ndërçimin dhe Denisin? E tham këtë. Atë që tham, okay. Po, e tham këtë gjë. 21 që s'është publikuar. Ka qenë fakt edhe me MC Creation, po MC Creation. Po. jo i plot se s'kemi ç'a të bëjmë se na iku pak nga dora. Nuk ishte ori, ishte arte dhe nuk i filmoj mirë. 21 Dionis, mendoni se Barella është në top 3 mesfushorët më të mirë në Europë? Rolin e tij, po, Po, rolin e tij, po. Po. Është i vetmi që ke Si dakord Çimi? drejtues ke Interi, unë nuk. Çimi s'është dakord, prit një Po, sekond. Në krahasim me kë, kush është standardi? Pedri, Bellingham, këto gjëra. këto gjëra. Po pra 3, thuaj një të tretë. Do ketë një, po s'm vjen. De Jong, Gavi, kështu. Vazhdojmë me të radhës. Bastian Tore 20, pyetje për të tre. Parashikoni rrugën e ekipeve në Champions deri finale? E kemi parashikuar një herë. Komo? Rrugën e ekipeve. Ta kemi bërë. Okay, kjo thotë që Barcelona Inter them unë, del Barcelona në finale, PSG Arsenal, del PSG në Unë do finale. t'i rije El Clasicos, tash normalisht Edhe jam më shumë i Clasico. djegur se sa. edhe në klasiko. Karbi Klub Albania. Wanda Club Albania. Wanda. Çunë duan një renditje nga 1 deri në 5 tot. Opa. Të këtyre 5 lojtarëve. Okej. Opa. Pirlo, De Bruyne, Modric, Iniesta, Zidane. Pirlo, De Bruyne, Modric, Iniesta, Zidane. Nga 1 deri në 5. Okej. Okej, Zidane, Iniesta, Modric, Pirlo, De Bruyne. Unë kam Zidane, Iniesta, Aha, ka Pirlo, Modric, De Bruyne. Pirlo para Modric. Okej. Iniesta, Zidane, Pirlo, Modric, De Bruyne, edhe unë. Okay. Vetëm se ndryshova fillimin. Jam më shumë i fiksuar me Iniesta në kjo pjesë. Nuk e di pse. Alfred Daranci. A mendoni se Milani i madh do rikthehet vitin tjetër Forza Milan? Po, do rikthehet. Do rikthehet, mor, ç'ke, vetëm një kompeticion do ke. rikthehet. Do rikthehet në vend të Do tet. fitosh dhe 500 pound, do fitosh, se do okay. kemi vetëm një kompeticion, edhe do jesh vetëm për titull. Milan i rikthehet vetëm me një super trajner. Jo super trajner të tipit jo me emër të madh, mjafton të gjesh të durin. Trajner që Guardiola, do vi Guardiola, na vjen gjithë në gjuk. Pëlqej, ha? Po ku i merr ai do vetëm klube miliardere, o çfarë do vi ai ke Milan? Venga Pep. Po të vi ta provoj veten pra. Jo, nuk rikthehet. Ari STR, keni ftuar Schumacher, legjenda është rizgjuar përsëri. A legjenda është. Rryna zot. Gjalla akoma. Shko për skitit? Nëse Çimi s'është fan skish. Jo, Jo, nuk jam. As si skydiving. Ping pong vetëm. Everest 21. Kush ka rrogën më të mirë aty? Ja, personale këtë gjë. Ai që bën më shpesh pushime arte. Nuk është gjithmonë, jo po jam këtu. Rroga është e para Jo po iki, është e para parë. Jemi komunist. Jemi komunist.
Isuf Barektari, urime o çuna, episodi 100, na keni kënaqur me analizat e juaja. Veç vazhdoni kështu. Faleminderit. Faleminderit. Përshëndesim në që na ndjek. Gersi Rira. Denis, kush e fiton NBA këtë vit? Në klapa thot pyetje nga një fan i Lakers. Lakers in 5, Luka Magic. Lakers in 5 do jetë finale me Celtics, që është si El Clasico e botës basketbollit, është si El Clasico që është thuhet. Nomi do bot. Nomi. Shovim. Lakers in 5. Vediamo. Pyetja e fundit, Muslim H, një lojtar dhe një trajner që u ka surprizuar deri tani për mirë dhe për keq. Në klapa podcasti që kemi pas nevojë. Një trajner dhe një për lojtar këtë sezon, për këtë sezon. Mu ata që më që më merret në mend, lojtari që më ka surprizuar për mirë ka qenë çuditërisht Ferran Torres. Legjenda Ferran Torres. Për këtë sezon. Po për këtë sezon. Trajneri që më ka surprizuar për mirë, që ishte jashtë parashikimit tim ishte Arne Slot. Për keq Thiago Motta si trajner, nuk e prisja fare këtë gjë që ndodhi kështu siç ndodhi. Për lojtar për keq këtë sezon Lautaro. E prisa të ishte në lartësinë e lojtari që më ka befasuar për mirë ka qenë Moise Kean, që se prisja fare që do bënte do shpërthente në atë lloj forme. Trajneri që më ka befasuar për mirë është Italiano, se nuk e prisja, sa ishte sekreti Thiago Motta dhe Bologna do rikthehet në vend 10 mes tabelës. Lojtari që më ka zgënjur, po pjesërisht nuk është faji i tij, është për keq është Darwin Núñez, po e masakroi në stol, të lutem, ka nevojë për. Pastaj që ishte trajneri më zgënjyes. Po. Trajneri më zgënjyes, unë Thiago Motta nuk është se kisha shumë pritshmëri që të them Thiago Motta, po Ancelotti. Okej, shkon. Tani nëse e marr me pritshmëritë që unë kisha, nuk është se kisha, nuk është se kisha për shumë trajner pritshmëri, për mendimin tim në vend të parë është Luis Enrique. Për mirë. Trajner që jam dashuru totalisht. Trajneri që më ka surprizu për keq, më duhet edhe faleminderit për Silvinho, harrum Silvinhon. Trajneri që më ka surprizu për keq nga klubet, jo, se nuk është për kombëtarët, nga klubet është janë dy fakt, po do them njërin, për keq është edhe Motta, por jam dakord me Denisin Ancelotti. Kurse lojtari që më ka surprizu për mirë është Rafinha. Nuk e prisja këtë sezon Rafinha. E vërtet është. Lojtari që më ka surprizu për keq Teo Hernandez. Më në fund, bravo. E pranoj. Edhe Leao ka ngel gjatë. Pranoj më në fund. Vetëm Leao ka ngel. Okej, ka që ishin. Besoj që gjëra tjera Denis ke vështu në Amanet në i gjëra? Edhe 100 vëlla. Edhe 100. U bërë dhe 100. Keme shtu në Amanet, me qoj ke. Edhe 100 janë pak, fakt. Para se të kualifikohet Reali e kisha, qa Amanet i ke? Para se të kualifikohet Reali. Po kualifikur Reali të thot që aty qarë loj krimesh do bëhen, që fëzë kalon Reali. Të ludhem shumë. Dark Arts, në Magjira. Mund të jetë balla me maska. Ku je Mesia, ku je... Okej, ky është episodi për sot i 100 Rumbullak. Tani do synojmë 200. Nisi rrugtimi për 200 si Ronaldo për 1000 gola. Ai është me 3-4-0, thotë 1000-10.000 se çfarë Ronaldo. Jo, progresioni që shoh unë është ai logaritmik. 1, 10, 100, 1000. Sa herë do të qet Denisi deri ke 1. Lind pyetja. Jo, vetëm për këtë sezon është bazë. Kam përshtypjen sezonin tjetër do të them do t'i bësh me Rica. Po Anton, kam përshtypjen se i mishi i bikë sezoni 10. Kam përshtypjen nuk do qetet fare. Okej. Jo, nuk do qetet tull. Ose Denisi do na lej fare mas ja kap një maune me baste me lek. Gjatë viteve në vazhdim. Ja fut Bahamas, ja futa në Bahamas me burrat e moshës vet Luka Alceto ke bregu. Edhe me gratë moshës time, po ç'është gratë. Ose motre. Ose do të më qenë edhe burra e moshës time, ç'mundi kë. Okej, Denis Akane. Ne mbyllim me këtë perl. Me këtë perl të fundit. Me këtë perl të fundit. Mirë ka qenë në Bahamas. E vërtetë është kjo. Bahamas. Do shihemi gjatë mesjavës te top ndeshjet. Live. Live. Jemi live? Jemi live. Sot nuk jemi live.